kishte kalu një kohë gjatë në përpjekjet tona me mrite një organizim që një ditë mu përballë me Serbinë. Pa ishin disa vjetë përpjekje, edhe këto përpjekje nuk ishin shku krejt me sukses. Kishte ndodhë janari, i dhimshëm, i Zahir Pajazitit, i Hakifit, i Edmonit, kishte ndodhë ngjarje tjera ma herë, kishte ndodhë maj 97-ës i Luanit, kishte ndodhë vrasja e Ardian Krasniqit, kuptohet që këja kishte tërmarë sulmet e veta dhe kishte disa dëshmi se ekziston se është e fortë, por nuk kishte shku as mirë lufta jonë. Aksioni i përgjithshëm i shtatorit në të shtatë ishte një dëshmi e jona. Dhe në këtë rrugtim tonin, deri në përballjen e parë, Serbia mori iniciativën. Pra nuk arritëm ne me kriju një përballje në bashkë të planeve tona, por Serbia mori iniciativën, edhe pas disa përpjekjeve që kishte bon prekaq se nuk ishte sulmi i parë, pas Rçaku dhe Ligoçanit ndodhi përballja në prekaq. Një përballje e cila vërtet është unike, edhe nuk ka tjetër, edhe s'mund të krahasohet asgjë me këtë përballje, me këtë luftë, me këtë betejë. Ishte bukur bare rënd për Glogjanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani. Edhe evidencën asaj beteje kishte Serbia. E dinte kush janë konë pjesëmarrës, që ka qenë Fehmija, që kanë qenë bashkëftar tjerë, që ishte një bërthame fuqishme, ndryshe thonë një resurs i arshëm, një burim i arshëm i luftës. Edhe po të shkonte kjo përballje në dëm të UÇK-s ose pas suksesin e UÇK-s, nuk ishte vetëm çka ndodhi me ne, tashom me Glogjanin, me Haradinajt, me Mehmetajt e me gjithë ne, po çka ndodhi me shqiptarët, si do të shkon matuti kjo luftë. Epilogu i kësaj lufte tani që ta përmbyllim më shpejt, rezultoi me fitoren e shqiptarëve, rezultoi me drejtën e shqiptarëve. Në fund të ditës, edhe pse 3 nga ne u vranë, ne që ishim rrethim nuk e kem ditë që janë vrarë ata 3, pra ke marrë ma vonë vesh, kishim një të plagum në këtë rast, mirë po rezultoi që shqiptarët e fituan këtë luftë. Nuk e harroj kur një.